Përshëndetje, përshëndetje, Lipjani. Mirëmbrëma të dashur qytetarë të Lipjanit. Dua me këtë rast të falenderoj gjithë qytetarët e Lipjanit për një kulturë dhe për një proces të votimit mjaft të dinjitetshëm. Jemi në momentet e fundit të futjes të dhonave në sistem për të parë rezultatin real të këtij procesi zgjedhor. Natyrisht jam injas, jam falendërues gjithë atyre që shprehen besimin ndaj vizionit ton me punë për Lipjanin. Megjithatë dua të ftoj gjithë qytetarët e Lipjanit, këtë rast simpatizantët dhe anëtarët që na kanë mbështetur gjatë gjithë kësaj kohe, që momentalisht janë në qytetin e Lipjanit, të sillemi dinjitetshëm, të presim edhe pak momente për të futur gjitha dhënat në sistem. Në njëjtën kohë mos harroni në gjitha qendrat e numërimit, atje ku është vota e vërtet në kutitë e votimit, janë duke u numëruar dhe ne duhet të presimi komisionerët tonë, vëzhguesët tonë të papenguar ta kryejnë procesin. Prandaj do të presim edhe pak minuta në mënyrë që ta kumtojmë rezultatin bashk. Është e vërtetë që ne jemi fitues të zgjedhjeve, por pas pak minutash sigurisht do të shifemi edhe në qytet. Deri atëherë ne do të presimi me durim, me qetësi rezultatin final. E të njëjtën kohë do t'i presim edhe kolegët tonë, gardianet e votës që janë pranë kutive të votimit dhe posa t'i dorëzojnë të gjitha kutit me procedurale te qendra e numërimit. Natyrisht ne do të bashkohemi dhe do të festojmë bashkë. Ju los me sjellje të mirë, me qetësi, të tregojmë që dim të jemi të civilizuar, të sillemi korrekt, e të festojmë korrekt. Prandaj unë jam me ju e do t'jem me ju sonte bashk, por ju kisha kërku edhe një herë që në qytet të sillemi dinjitetshëm, përgjegjshëm dhe të tregojmë kulturë si çdo herë. Faleminderit gjithëve për mbështetjen, faleminderit gjithëve për përkrajen, faleminderit gjithëve për besimin tuaj. Do të metemi vazhdimisht pranë jush me punë të përgjegjshme për vendin tonë, për komunën tonë. Ju los të na pritni për pak derisa komisionerët tonë, vëzhguesët tonë ta kryejnë gjithë procesin e votimit, derisa ata t'i dorëzojnë kutitë e votimit në qendrën e numërimit në Lipjan. Shihemi, ju los për një festë të dinjitetshme. Festojmë bashk, festojmë me zemër, pa shkaktu asnjë incident, pa shkaktu asnjë problem. Faleminderit gjithëve, do shihemi pas pak. Faleminderit shumë.